Përshëndetje Graciel. Përshëndetje. E Besa besë bornesh. Besa bes burnesh. Po besa po. Mi mbrëma gjithëve, mi mbrëma dashur lirë. Mi mbrëma një kënaqësi e veçantë jemi së bashku në këtë projekt. Edhe i shumë mirë menduar nga ana jote prej shumë kohësh. Edhe unë jam shumë krenare që ti ke menduar, e ke punuar edhe po realizon. Bravo. Seriozisht bravo. Shumë faleminderit Graciel, shumë faleminderit që u tregove e gatshme të marrësh pjesë në këtë projekt. Absolutisht. Gjithmonë është masë shumë e madhe, aq më tepër që ti je një gazetare tepër e rregjur me tepër eksperiencë dhe gjëja më e vite tashmë po. Gjurata më e mirë që mund bënte dikush për këtë program ishte të kisha një gazetare profesioniste. Faleminderit shumë e dashur. Faleminderit kënaqësi e veçantë. Tashmë po afrohemi te çerek shekulli, gati 25 vite gazetari, pavarësisht se jeta të hedh këtu atje, po unë asnjëherë nuk jam shkputur nga gazetaria, edhe pse kam patur impenjime të tjera si në Shqipëri edhe këtu, por në mënyrë absolute nga gazetaria nuk jam shkputur asnjëherë. Kështu që besoj që në këtë projekt si nga ana gazetariske, si nga ana psikologjike, historike, të gjitha ne do i përfshim besoj patjetër, dhe unë të falenderoj për idenë tënde, për realizimin, për suportin, edhe për gjithçka tjetër që ti je gjithmonë e gatshme për të realizuar gjëra të tilla, asnjëherë nuk dorëzohesh, bravo. Seriozisht një duartërkitje shumë e madhe për ty. Faleminderit për suportin Graciel. Ti ke qenë nga pak njerëzit që më kanë suportuar që në fillimet e mia kur s'kam pasur asgjë dhe unë e vlerësoj shumë këtë gjë. Doja për interesin e miqve të mi që po na ndjekin, shumica e njerëzve këtu më njohin mua, e din që unë jam Lira, jam këshilltare shëndetit mendor nga profesioni, kam mbaruar shkollën për psikologji këtu në Angli, kam rreth 15 vite eksperiencë. Për momentin jam fokusuar tek aktivizmi dhe politika, pasi jam njëri autik më dhe nuk e duroj dot padrejtësinë, ç'a të bëj tani. Nuk është se zgjodha unë, zgjodhi mua me të drejtën Graciel. Por desha të prezantoja njerëzit pak me ty, mund ta tregosh pak për veten tënde. Po patjetër, me kënaqësi më të madhe. Unë kam 12 vite e gjysmë, gati tashmë 13 që jetoj në Londër. Jam shkodrane me origjinë, edhe pavarësisht që kështu në live unë do përpiqem në maksimum duke qenë që jam besnike e gjuhës shqipe zyrtare, do përpiqem ta mbaj, pavarësisht se tani ne do të kemi edhe momente që do ndalemi çik tek Tirana dhe do ndalemi çik tek Shkodra jona, apo jo se një Shkodërloce ka, kështu që ta dush me ta marsha. Ta marsha të keqen tame. Te ka filluar me mësu gruaja me fol si për Shkodrët. Po si për Shkodrët, po e shndrit. Edhe ashtu siç e prezantove dhe ti e dashur, unë kam shumë vite me gazetarin që s'jam shkputur asnjëherë, edhe pavarësisht se jam shumë angazhuar me shumë gjëra, se ti e di që kështu po patjetër, sepse e ke parasysh se nga natyra jonë nuk rrim ne pa u angazhuar këtu, atje biznesi, atje shkolla, nuk rrim, kemi kështu smundje. Por që është e rëndësishme që parimet tona ne nuk i ndalojmë asnjëherë, asnjëherë nuk ndahemi dhe nuk ndalemi. Kjo është më e rëndësishmja. Kështu që ne jemi këtu së bashku për të bërë diçka të bukur, për të realizuar atë çka ti ke patur dëshirë dhe po realizon. Unë kam patur dëshirë të më mbështes gjithmonë dhe patjetër që do e realizoj me ndihmën Zotit madh gjithmonë, kuptohet edhe me suportin tënd. Suportin e gjithëve këtyre që po na ndjekin me të drejtë. Patjetër, i përshëndesim fort. I përshëndesim fort se janë gjithmonë me ty, janë gjithmonë me ne. Është kënaqësi e veçantë, ne po i shikojmë një pas një. Faleminderit gjithëve. Patjetër. Edhe po hyni akoma për ta ndjekur këtë program, shpresoj që mos ju dështojmë. Do të them edhe diçka para se të fillojmë me dashur Lirë, edhe me prezantimin e asaj çka do e prezantojmë së bashku, çka e kemi menduar dhe po realizojmë. Unë jam shumë e kënaqur dhe shumë e emocionuar.
pavarësisht se nuk parandodh kështu në televizion dhe në prezantime, edhe pse mund të jenë 5.000 vet, 10.000 vet, nuk jam emocionuar, po këtu sonte në live dhe pikërisht me ty, emocionet janë ndryshe, temat edhe të ftuarit janë diçka tjetër. Unë jam ai personi që kam intervistuar me qindra persona, por duhet ta them me zemrën plot, me zemër të hapur, që ndër ato personat më të veçantë që kam intervistuar gjatë gjithë karrierës time, ndër cilët ke qenë edhe ti, kështu që me të vërtet je e madhe. Shumë faleminderit Graciel. Unë nuk kam dhënë dhaj shumë intervista, me thënë drejtën. Ato pak intervista që kam dhënë, aty ku jam dirë më shumë rehat ka qenë në studion tënde. Më ke bërë njerëz të koni shumë komfort, s'ka pasur asnjë lloj tensioni, asnjë lloj presioni, ka qenë një bisedë tepër e lirë dhe kjo më bëri ndihem shumë mirë. Dhe faleminderit gjithmonë. Faleminderit, ne e dashur do fillojmë realizimin e atij projekti prej disa kohësh, disa vjeçar, që unë kam dëshirë që të na prezantosh projektin dhe pastaj do fillojmë gradualisht për të prezantuar ato gjërat e bukura që i kemi përgatitur për kënaqësinë gjithë ndjekësve që po na ndjekin në këto momente dhe besoj që do na ndjekin edhe në rrjetet e tjera sociale gjatë javës që ne do shehim disa momente të këtij live-i kaq interesant. Tashti si ka lindur ideja Besa Bes Moj Burnesh? Tashi na trego diçka nga ajo ide e ajote disa vjeçare, nga puna shumë e pa ndalur asnjëherë, shumë e madhe si punë. Mua kjo fjala Burnesh, me thënë drejtën, më ka ndjekur gjithë jetën. Pëlqen ty e diun. Jo vetëm se mami im është rritur në Shkodër dhe shkodranët e kanë qejf me fol moj Burnesh, kupton? Për që unë jam rritur me fjalën Burnesh gjithë jetën. Ajo që më ka bërë gjithmonë përshtypje janë burneshat shqiptare dhe studimet që kam bërë mbi mënyrën se si kanë qenë burneshat shqiptare në kohë që patriarku ka qenë shumë i fortë, do të thënë kjo hierarkia patriarkale ka qenë tepër e fortë, por në të njëjtën kohë gratë shqiptare kanë pasur një fuqi të papar që mund të ndalte gjakrat. Ka qenë fuqia e gruas shqiptare dhe kam parë nga afër dhe kam pasur fatin të njoh nga afër persona që kanë studiuar në një mënyrë shkencore dhe e kanë sjellë dhe kanë realizuar përshkrimin e Burneshës në një mënyrë që nuk është bërë deri më sot. Do kemi nderin ta kemi të ftuar dhe drejtoreshën, do me thënë drejtoren e filmit Burnesha, cilin neve kemi bërë premierë në Londër dhe do e bëjmë përsëri me datën 8 mars për ditën e grave, do ta sjellim edhe një herë premierën e filmit Burneshat dhe nga këto studime që kam bërë për Burneshat, me sa kam parë, u inspirova të bëja kërkime mbi evolimin e Burneshës. Sepse Burneshat kanë ekzistuar në kulturën shqiptare me shekuj, por Burneshat në traditën shqiptare po shohim është brezi i fundit që po shohim gjallë, domethënë. Këto burresha që jetojnë në Durrës, në jugun e Shqipërisë, në veriun e Shqipërisë, në Kosovë, gjithandej dhe në diasporë, janë brezi i fundit i burneshave, por ajo që duhet të mbajmë parasysh është se burneshat nuk ndaluan së qenuri, burneshat u evoluan. Burneshat sot e kësaj dite burnesha nuk ka nevojë të sakrifikojë jetën e saj personale për të quajtur burnesh, pasi ajo i bën çdo gjë që një burnesh bën, përveç se të sakrifikojë nevojat e saj personale. Prandaj desha edhe të bisedonin pak, le ta prekim pak të temën e Burneshës. Graciel, kur e ke dëgjuar ti për herë të parë fjalën Burnesh? Ky term, ku e ke dëgjuar? Si? Jo shumë herët, tani, ti jemi sinqert e dashur lirë, unë e ti jemi i njëjti brez, pra 40-tat, kështu që nuk është se kemi dëgjuar shumë herët. Kë kuptoj gjithçka e kemi përvetësuar pas 90-s. Pra, në 90-ën unë e ti kemi qenë diku 6-7 vjeç apo jo? Me korrigjo të lutem. Në 90-ën kam qenë 9 vjeça. Pas ke qenë pak më e madhe se unë, 2-3 vite pak më e madhe. Kështu që bravo. Kështu që duke qenë se ne jemi të njëjtit brez, pra ti mund ta kesh dëgjuar, ndoshta paralelisht me mua, pak më herët, pak më vonë, nuk ka rëndësi, por është e rëndësishme që në përgjithësi Burnesha është dëgjuar dhe kuptuar në një farë mënyrë pak të vogël, jo shumë të madhe, kuptohet pas viteve 90.
Pra, për mua e për ty, besoj se ne kemi qenë shumë të vegjël për ta konceptuar fillimisht, pastaj për ta kuptuar, për ta përvetësuar etj. Por që besoj që edhe ato që po na ndjekin janë dakord me ne që nuk e kemi njohur gjithmonë atë termin burnesh. Pra, ashtu si që the dhe ti, dhe unë jam shumë e kënaqur që e ceke në fillim që ne në Shkodër e kemi si tradit, o burnesh ta marsha, e kemi parasysh, e kemi në shprehin tonë, në vokabularin, në fjalorin e përditshëm, e kështu, por ne nuk është se kemi menduar ndonjëherë thellë e thert çka do thot burnesha, pse ka mbetur një emërtim i tillë apo jo. Të lutem më ndihmo pak në këtë drejtim. A mendon që pikërisht këto burnesha që ne kemi dëgjuar disa vite më parë kanë patur lidhje direkte me besën apo s'ka patur lidhje? Si e mendon ti? Patjetër. Sepse besa si besë, më fal, Lire dashur që të ndërpres, pra ka qenë një zotim që është dhënë besa mes dy palëve dhe këto dy individ, dy familje, dy fise janë zotuar për një x probleme etj. Pra, ka patur burnesha këtu në këtë besë të dhënë etj. Si do na e trajtosh, si do na e komentosh, të lutem? Okej. Tradita e burneshave është një traditë shumë vjeçare, shumë shekullore, do thoja. Por më e pikasur gjatë studimit të Turkut, në Ottoman Empire. Do me thënë, pushtimi nga Turku ndryshoi, pati një efekt shumë katastrofik mbi kulturën shqiptare, sepse na zhveshi nga gjërat tona ilire, nga kultura jonë ilire, dhe na dha një pet tjetër një hibrid, një pet hibrid që ishte as shqiptar dhe as turk. Gjatë saj kohe ekzistonte një kanun që quhej kanuni i Lek Dukagjinit. I Lek Dukagjinit. Përveç shumë rregullave që kanuni përmbante, gruaja në veçanti quhej shumë e shenjtë. Kanuni i Lek Dukagjinit e kanë konsideruar gjithmonë gruan shqiptare si tepër të shenjtë dhe jo vetëm të shenjtë, por nuk mundi, nëse ishe gjak me njerëzit, nuk mund ta vrisje personin nëse ishe shoqëruar nga një grua. Gratë kishin fuqinë dhe të pushonin dhe të falin gjakrat nëse një grua futej në mes. Kishte fuqi jashtëmase të madhe. Tani, ajo çka ndodhi me burneshat është në një kohë patriarkale, pavarësisht se e ke këtë lloj fuqie, ti prap se prap je sklave e patriarkut. Nuk e ke, si grua, nuk e ke drejtën të bësh atë që do ti, të dalësh kur të duash, të hysh kur të duash, dhe shumë burnesha po të flasësh me to, do ta thonë këtë gjë. U bëra burneshe se s'doja të më thoshte kush kur po hyn e ku po del. E kam qartë. Personalisht, më fal Lirë që të ndërpresi dashur, personalisht ti ke takuar burnesha apo jo? Un kam takuar burnesha jo këto të betuarat. Okay. Kam takuar burnesha të evoluara. Burneshat e betuara unë i kam studiuar dhe së fundi përmes dokumentarit Shtëpi me Z mu duk tamam sigur i kam takuar vetë personalisht, pasi ky dokumentar është literalisht një kërkim shkencor mbi këtë temë që nuk është bërë deri tani. Përballja me këto gra është kaq personale dhe kaq e çiltër sa që ti të duket vetë sikur je brenda në dokumentar. Dhe i njeh këto gra dhe mënyrën dhe arsyet se pse, dhe gratë burneshat kishin arsye të ndryshme pse u bën burnesha. Në thelb burneshat betohen që do jenë gjithmonë të virgjëra, do me thënë vetë sakrifikojnë dëshirat e tyre personale, jetën e tyre personale, për të shërbyer familjes, në esencë. Burneshat në këtë moment ato fillojnë dhe jetojnë në momentin e betimit, do me thënë që e marrin këtë betim, këto fillojnë dhe vishen si burra, jetojnë si burra, bëjnë punë si burra, dalin në evente sociale si burrat, vende të cilat gratë në atë kohë. Dhe janë përshtatur, edhe në pamjen e të jashtme, në pamjen e parë janë përshtatur. Si burra. Do me thënë bën një tranzicion social këto. Ky quhet tranzicion social. Në ditët e sotme, një person që do të jetë, që ka lindur në trupin e një gruaje dhe do të jetojë si burr, bën një tranzicion social. Me ose pa hormone, kjo nuk ka lidhje. Tranzicioni është tranzicion. Shkon nga të qenit, nga të jetuarit si grua, në të jetuarit si burr. Askush nuk i njeh këto gra si gra, vetëm si burra e njohin. Dhe
Kemi disa komente kështu interesante, kështu të themi, më fal që të ndërpres sërish, po gjithsesi i përshëndesim ato edhe ato që nuk na shkruajnë gjëra shumë bukura, po nuk ka problem fare. Nuk ka Kjo tregon që ju keni interes, vazhdoni shkruani sa të mundeni. Nuk kanë gjëra të bukura për të thënë, se nëse s'ke gjë të bukur për të thënë për burneshat, më mirë dil nga Shqipëria. Tani të shkojmë prapa aty ku ishim. Patjetër që do shkojmë aty, vetëm thjesht më bëri përshtypjet, kërkoj ndjesë që të ndërpreva, më bëri përshtypje dhe pastaj. E vetmja gjë që është ndryshe këtu në live është se komentet i merr live dhe i shikon në kohë reale. Po, është vërtet. Unë kur jam e fokusuar në një temë, mundohem mos i shikoj fare komentet sepse duke qenë se jam person autik dhe me ADHD, më ikën filli i mendimit shumë shpejt dhe në mënyrë që mos më humbi filli i mendimit, më mirë nuk i shikoj fare këto dhe ja lëm në dorë moderatorëve. Ashtu do e lëm. Përshëndesim fort moderatorët për ndihmën edhe për suportin e dhënë gjithmonë. Mos e çaj kryt hiç. Jo, nuk e kam problem fare. Me sa kam arritur të kuptoj unë, një shtëpi ku nuk kishte lindur një burr ose një mashkull ose një djalë, quhej një shtëpi pa zë. Dhe në mënyrë që të japësh zë kësaj shtëpie, një vajzë duhet të bëjë burr, bën merr rolin e burrit. Ndonjëherë e vendoste babai këtë gjë, nëse nuk ka pasur fëmijë, ka lindur vajza, ka shtirë në pushtë dhe ka thënë kam lindur djalë, pavarësisht se ka lindur vajzë, dhe e kanë rritur vajzën si djalë gjatë gjithë jetës. Domethënë s'ka pasur fare zgjedhje ky njeri këtu. E dashur Lir, a ndodh vetëm në Shqipëri burrnesha apo kemi edhe në vende të tjera të Europës, të botës? Shiko, të jetosh përtej 200 mijëve ka ekzistuar në gjithë botën. Një model i tillë si burrneshat ekziston vetëm në Shqipëri, me sa di unë. Ky lloj nuk ekziston, ky lloj tregtie nuk ekziston në asnjë vend të botës përveç se në Shqipëri. Shteti matriarkale ka po sa të duash. Patjetër. Ka vende ku gratë e marrin rolin e burrit, po jo në të njëjtën mënyrë siç e bëjnë burrneshat shqiptare. Janë në mënyra të ndryshme. Lirë, nëse do ndalemi pikrisht e dashur, se kam dëshirë nga që kam shumë pyetje për të bërë dhe ne besoj që në bazë këtyre pyetjeve do shtjellojmë dhe do marrim gjëra shumë domethënëse, shumë informuese edhe shumë suportuese, pse jo nga ti. Do të kisha dëshirë të ndalesha pikrisht tek besa e gruas, pikrisht e besa e kësaj burrneshe. A do më ndihmosh pak që ta shtjellojmë disi? Pra kjo besë e kësaj zonje, e kësaj gruaje, e kësaj burrneshe, ka qenë një besë e thjesht, një besë e mashkullit e dhënë, apo thjesht një besë se s'ka patur kush t'japim besën? Kështu që të lutem më ndihmo pak në mënyrë që t'japim edhe pse jo dhe një informacion për dikë që po na ndjek, ndoshta që nuk ja ka shumë ide këtyre zakoneve, këtyre informacione, këtyre gjërave, detajeve etj. Siç e thash më parë, gjatë kësaj kohe, gratë shqiptare kanë pasur një fuqi të papare dhe dua që gratë shqiptare ta rikujtojnë këtë gjë, se ne e kemi harruar. Dua që gratë shqiptare ta rikujtojnë fuqinë që ne kemi pasur, mënyrën se si na kanë trajtuar me respektin më të madh. Edhe nëse kishe gjak, nuk mund ta qelloje tjetrin nëse ishte i shoqëruar me një grua. Një grua kishte fuqinë të ndalte gjakun. Një grua kishte fuqi që nëse shkonte aty dhe fliste, mund të pajsonte dhe gjakun, mund të faleshin gjakrat. Gruaja domethënë ka qenë gjithmonë gjatë gjithë kulturës shqiptare një diçka shumë e vyeshme, shumë e fuqishme, por me kolonizimet, me pushtimet njëra pas tjetrës, me ndryrimet e kulturave, me këto interferimet e kulturave të turke, greke, gjermane, italiane dhe tjera, ne kemi harruar identitetin tonë shqiptar në radhë parë dhe si gratë kemi harruar se ne kemi qenë gratë më të forta në Ballkan, që në Iliri, duke filluar me Mbretëreshën Teuta, me Norën e Kelmendit, e tjerë që nuk mund. Shote Galicën, të lutem mos na harro Gërshetin. Shote Galica. Shiko, janë shumë gra që kanë dhënë shumë për kulturën shqiptare, për popullin shqiptar, për lirinë e fjalës së gruas shqiptare. Dhe dua që gratë shqiptare ta rikujtojnë të gjë, ta rikujtojnë se kush kanë qenë. Si burrnesha, unë mendoj që gjitha gratë shqiptare janë burrnesha.
Nuk Patjetër. no asnjë grua shqiptare që nuk është kujdesur, që nuk është vetë sakrifikuar për tërë familjen e saj. Nuk e kam takuar akoma një. Okay. Por Zafa e Por Shkodrës. do të kisha shumë dëshirë lirë të citonim edhe diçka tjetër që pikrisht për gratë, pikrisht për këto burrnesha, që unë po përqendrohem kryesisht në zonën e veriut të Shqipërisë, aty ku Kaniuni i Lejk Dukagjinit ka zënë një vend veçantë, me dëshirë apo pa dëshirë, me një synim apo jo, ne nuk e dim të saktë dhe nuk mund ta konfirmonim. Synimi ka qenë gjithmonë të jepje zë shtëpisë. Shtëpia pa dhëm, Bravo, shtëpi pa dhe zë. duhet themi që pikrisht kjo grua, kjo burrnesh, bejsa e secilës së dhënë, janë falur gjakra. Pra në mungesë të atij Besa ka personi qenë që më e ka fortë se besa e munduar, burrit. bravo, është dhënë besa asaj burrneshe Po. dhe është falur gjaku. Po. Pra ndonë se familja ka humbur djalin e vetëm. Besa e dhënë nga burrnesha ka falur gjakun, kështu që janë disa momente që un kam dëshirë të ndërhyr, të kërkoj ndjeç që të ndërpres po tani. Patjetër, po të lutem patjetër, çfarëdo lloj informacioni që ti ke, të lutem ndaje me ne. Do mundohemi të jemi në të njëjtën linjë dhe pikrisht është e dhimbshme si fakt, është e dhimbshme si ngjarje që akoma në Shqipëri, por jo vetëm, edhe në mbar shqiptarinë, so nuk kam dëshirë ato që më ndjekin në televizion e dinë mirë që nuk kam dëshirë kur ta ndaj Shqipërinë Kosovën. Unë e kam Shqipërinë e madhe. Edhe në Kosovë, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Malzi, gjithandej pak a shumë aty janë zakonet, kështu që fuqishëm ka qenë pjesë e atyre zakoneve dhe burrnesha. Duke kaluar pikrisht tek roli i kësaj burrneshe. Pra, ndër vite nga koha e komunizmit, pra nëse do të ndalemi pikrisht e dashur lirë aty, nga koha e komunizmit deri në ditët e sotme, si do e komentoje? Pikrisht rolin e kësaj burrneshe. Një rol shumë deciziv, por në kohën e komunizmit, pra para 90-s duhet ta them, ka qenë disi më i mbuluar, disi i lënë pak në harres, nëse mund ta themi kështu, sepse burrnesha ka vepruar, por ka vepruar në një mënyrë më ndryshe, ndërsa sot burrnesha e thot haptas që unë jam transformuar në këtë mënyrë, ka qenë babai, ka marrë vendimin vetë etj. Ndërsa në atë kohë ka qenë ndryshe. Si do na ndihmosh e dashur lirë në këtë aspekt nga kalimi nga retrospektiva asaj kohe për ta krahasuar, nëse mund ta themi kështu. Okej, me sa mbaj mend unë dhe me sa kam lexuar, gjatë kohës së diktaturës, Enver Hoxha bënte shumë politik luftën e klasave. Dhe këtu futi dhe lufta, do të thënë distanca midis gjinive, emancipimi i gruas, mbaj mend mami shkonte në shumë seminare në Tiranë, flite për emancipimin e gruas, për fuqizimin e gruas. Do me thënë, gjatë kohës e Enverit nuk ishte nevojë që ti të kishe zë të bëhesh e burrnesh, sepse i kishte të drejtat pak a shumë, jo tamam, po pak a shumë si të burrave. Po gratë shkonin në punë, burrat shkonin në punë. Kupton? Gratë edukoheshin në shkollë, burrat edukoheshin në shkollë. Nëse duhet shkojnë në shkollë pavarësisht se ishte burra apo grua. Nuk censuroheshe, domethënë, nëse nuk ishe meshkuj në shtëpi. Tradita ka vazhduar thjesht sepse ka qenë traditë. Edhe disa familje kanë mbajtur traditën, por jo se ka qenë nevojshme mbas lirimit, mbas luftës. Janë trajtuar burrneshat në para viteve 90, gjatë kohës së komunizmit. Burrneshat gjithmonë kanë pasur respektin më të madh dhe vazhdojnë të gëzojnë respektin më të madh nga gjithë njerëzit që i rrethojnë. Fjala burrnesh është një fjalë që kur bëhet ky betim, në momentin që bëhet ky betim, kjo grua merr një pozitë. Tani më vjen pak keq të them në të njëjtë me burrat. Dhe është e trisht që fatkeqësisht kjo është akoma çështja, edhe në 2026-ën nuk jemi akoma në atë nivel, por që lufta vazhdon drejt kësaj. Atë që doja të thosha ishte se në momentin që ti nuk ke nevojë të luftosh për të pasur zë, nuk ke pse e bën këtë lloj betimi. Dhe të gjitha gratë e tjera, si sot e kësaj dite, nuk kanë nevojë ta bëjnë këtë lloj betimi për të qenë burrnesha. Sepse shumica e grave që unë njoh që janë burrnesha, i kanë bërë gjitha, e kanë vetë sakrifikuar veten, kanë rritur fëmijët e tyre, fëmijët e vëllezërve, të motrave, të farefisit. Komplet, po. Do me thënë janë vetë sakrifikuar për të kujdesur për të tjerët. Dhe ky për mua
Jo se të bën burr kjo, se ti je burr nuk është në gjë e madhe, ti je grua është e vështirë, ti je burr shumë kollaj. Por ti të bën burrnesh. Mendoj unë. Kjo vetë sakrificë që kam bërë këto për të kujdesur për të tjerët nuk duhet të ishte bërë. Sepse shtëpia duhet të kishte pasur zë, si kishte burra, si s'kishte burra. Lufta patriarkale vazhdon, por që nuk është e nevojshme të bëhemi sakrifica deri në këtë pikë. Deri në skajshmëri, sepse e dhimbshme faktikisht themi drejtën për tu vetë sakrifikuar deri në atë pikë, imagjino. Shumë nga këto gra do kishin dashur të bënin në familje, por meqense janë betuar nuk mund ta bëjnë. Disave i kanë ngelur peng. Janë betuar, po. Është Disave vërtet. i kanë ngelur peng që nuk kanë bërë familje, por nga që janë betuar nuk e bën dot. Kupton? Nuk ishte zgjedhje për shumë nga këto gra. Ishte zgjedhur për to. Ishte zgjedhur në të shumicën e rasteve janë zgjedhur, janë marrë vendimet për këto burrnesha. Si ka qenë betimi i para 90-s dhe i pas 90-s? Nëse do ndalemi pikërisht te betimi që një burrnesh ja ka dhënë babait, familjes së saj, ose gjyshit, nuk e di kë ka patur aty në familje, ose është betuar në prani të disa familjarëve, dhe si ka qenë betimi asaj kohe deri tek 90-ta dhe më pas 90-s. Pra, do kemi këtu lirë dashur, nëse mund të themi kështu, një ndarje të betimeve, do kemi një farë krahasime. Nuk është se ka pasur në ritual ose në një gjë të veçantë, thjesht babai zakonisht ose nëna, prindi kryesor, prindi më i fuqishëm në atë shtëpi. Më autoritar ndoshta pse jo. Do ishte nëna. Por disa vajza e kanë vendosur vetë, kanë shkuar në shtëpi, kanë thënë, kanë prerë flokët e kanë thënë unë du të ri këtu me juve, ose du të martohem, du me një me juve. Dhe në atë moment ajo është quajtur burrnesh. Dikush tjetër ka lindur, që kur ka lindur e ka parë jati që nuk ka qenë djali që donte, po prapë se prapë ka shtim pushë, ka thënë kam lind djalë dhe e ka rritur si djalë. Absolutisht. Ka patur për aty rasteve, më falë sërish, ka patur për aty rasteve dashur lirë që deri në vdekje të burrneshës nuk është marrë vesh kurrë që ajo ka qenë femër. Kurrë. Deri në vdekje, deri në momentin e fundit, deri kur u bë nuk e di për X arsye dhe doli e vërteta, dashje pa dashje në një mënyrë apo në një tjetër, sepse fatkeqësisht, fatmirësisht e vërteta vonon por nuk harron. Kështu që del një moment caktuar, ka dalë e vërteta, wow, i gjithë fshati asaj kohe nuk u habitën, por i gjithë fshati psoi një shok total, sepse si ka mundësi se jati kishte qit pushk për të birin, ndërkohë që ishte burrnesh, ishte grua, ishte femër, dhe u mor vesh pas 70 viteve që i ndjeri kishte kohë, dekada që kishte vdekur, tash me vdiq edhe burrnesha, dhe merrej vesh që nuk ishte një mashkull, por ishte një femër. Imagjino dhe sekreti i ruajtur me aq fanatizëm nga prindërit, nga vëllezërit, nga motrat, po kryesisht nga familja ngushtë, ndoshta nga vëllezërit duke qenë në situata që nuk ka patur, por ka patur edhe për atyre rasteve që vëllezërit në një mënyrë apo në një tjetër janë zhdukur, janë internuar për arsye të tjera shoqërore të asaj kohe dhe kanë mbetur burrnesha me familjen, me nënën, me motrat. I gjithë synimi burrnesës është të jepte shtëpi zë. Literalisht të jepte shtëpi zë, një shtëpi pa burg, një shtëpi pa zë, s'kishte asnjë lloj të drejtë. Nuk mund të mbajë as tokat, as pasurinë e shtëpisë, nuk mund të bëjë as trashëgimin asgjë. Asgjë, do të thonë një barë shumë e madhe që i vijej në peshë kësaj vajzës që sakrifikohej për ta mbajtur ruallin e shtëpisë. Si janë statistikat e asaj kohe deri në ditët e sotme me burrneshat? Pra, kemi një statistikë dashur lirë që nga para 90-s dhe pas 90-s kemi burrnesha një statistikë, ndoshta jo 100%, po diçka të përafër do kemi. Po si mund ta mashësh diçka që nuk është reportuar kurrë? Është reportuar kurrë. Nuk është, se nuk është. A beson që do raportohet një ditë? A beson që do të ketë një ditë një statistikë dashur? Nuk mendoj. Si mendon, si thua? Nuk mendoj sepse shumica e këtyre në radhë para shumë e vështirë të afrohesh burrneshave. Personi që bëri dokufilmin dhe këtë kërkimin shkencor mbi burrneshat ka shpenzuar mbi 10 vjet.
Absolutisht. Për ta Një realizuar punë e pa lodhshme. Është një punë shumë e gjatë, pasi askush nuk do t'i vësh kamerën surratë dhe të hapi barkun të thotë se çfarë është. Duhet t'i njohësh njerëzit, t'i studiosh, t'i japësh kohën e tyre, të të njohin dhe ty, të të marrin besim, të kuptojnë që ti s'po shkon të shpëtosh, kupton? Pastaj besimi është shumë i pakët, se shumë njerëz janë munduar ti përshkruajnë burreshat dhe kanë bërë shumë tepër gabim. Të huaj kanë ardhur të përshkruajnë burreshat dhe i kanë nxjerrë një dritë që nuk janë fare ato, kupton? Dhe nga gjitha kërkimet që janë bërë, ky dokufilmi Shtëpi pa zë është literalisht një kërkim shkencor tepër i nevojshëm për temën e burneshave. Dhe unë do ju sugjeroja gjithëve që kanë mundësi të shkojnë ta shikojnë filmin, të patjetër shkojnë ta shikojnë, sepse është një pjesë e pandar e kulturës tonë shqiptare dhe kulturës tonë si gra shqiptare. E realitetit që për një arsye ose për një tjetër, shpesh herë ne nuk kemi dëshirë të përballemi me këtë realitet, nuk kemi dëshirë ta pranojmë, kemi dhe disa pjesë nga mentaliteti, ndoshta nga ideja, nuk e di, janë disa elementë të lirë që e vështirësojnë të pranuarit ashtu siç jam unë, të pranuarit ashtu siç je ti, të pranuarit siç është burnesha, X, Y atje. Ne jemi të tillë, na ka falur Zoti të tillë o lirë, çfarë do bëjmë tani ne? Normal. Shiko, me natyrën, vetëm me natyrën nuk ka rezultat. Absolutisht. Por ndodhemi në një moment e dashur lirë që unë do të kisha dëshirë ti komentonim së bashku. Janë disa shprehje popullore që thënje, nëse mund t'i quajmë edhe kështu, që shpesh herë i hasim në jetën e përditshme, në për televizione, në për media, në për live, si puna e live-it në këto momente. Besa shqiptarit është shqiptaria. Por ne asnjëherë nuk e themi që në këtë besë ka marrë pjesë edhe gruaja, ka marrë pjesë edhe burnesha. Ne themi që besa e burrit, pesha e gurit. Dhe nuk e përmendim që besa e dhën, pra si koncept në tërësi, e harrojmë gruan që ka dhënë besën, ndoshta ka patur raste edhe më të fuqishme, siç e përmend edhe pak minuta më parë, edhe më të fuqishme dhe më të nevojshme, edhe më në nevoja dhe urgjente ka patur në gjakmarrje kryesisht. Aty ku ne kam prekur personalisht, individualisht dhe kam parë histori që në Shkodër, në qarkun e Shkodrës, në rrethinat e Shkodrës, në pjesën e Dukaxhinjit nga Malësia Madhe, ka patur histori që më mor fryma tani në këto momente se do ta themi dhe temi shumë të kujdesshëm, që fatkeqësi e madhe për kombin shqiptar që vazhdojnë sot e kësaj dite që ka familje që janë të mbyllura, Pra, është dhënë besa, nuk është dhënë besa nga gruaja e tjerë, por që vazhdon gjakmarrja. Ne do e cekim, besoj, në puntatat e ardhshme, patjetër apo jo. Do të kisha dëshirë pikërisht e dashur lirë të ndalemi tek besa e dhënë. Pra, besa e burrit është pesha e gurit. Dhe askush nuk e përmend që këtë besë e ka dhënë edhe burnesha. Ku është besa është edhe shpresa. Ka pas nevojë me qenë burnesh, edhe grua me qenë, thjesht grua shqiptare. Edhe grua, si po thua dhe vetë, bravo. Ishte shumë e shenjtë. Bravo. Dhe në një mënyrë për një tjetër gruaja është lënë. Bravo, është lënë në harres. Besa e shqiptarit nuk shitet pazarit. Është karakteristike e shqiptarit, vetëm e shqiptarit, e mbar shqiptarit, e mbar shqiptarin, apo besa si besë është karakteristike dhe e kombeve të tjera? Besoj që kanë karakteristika të dhënies fjalës në mënyra të ndryshme, po besa si besë, si kultura jona, që është një ligj i shkruar, në rrallë vende, besoj, në rrallë vende. Shqipëria, shikoj, një gjë që duhet të dimë, shqiptarët janë një popull indogjen. Kultura jonë është një nga më të lashtat që ekziston në gjithë botën. Kështu që neve kemi ngjasime me kultura të tjera të lashta, por jemi edhe tepër unik. Kemi një kulturë tepër unike në gjithë botën. Dhe janë të rralla kulturat indogjene që kanë kulturë të tillë si e jona, por këtë ne duhet jemi shumë krenar. Kjo është krenaria ime kur them që jam krenare, që jam shqiptare, sepse ne jemi një popull indogjen i cili edhe pse 20 shekuj luftra ne prap ekzistojmë. 20 shekuj kanë munduar të na heqin qafe, na shfarosin nga fare tokës dhe prap tu jemi. A kupton?
Kjo është krenaria Shpërndarje ime, jemi anë kultura. mbar botës ka shqiptar, shpërndarje jemi çik, po gjithsesi Po jemi. këtu ama. Kjo është e rëndësishme. Këtu jemi ama. Jemi, Sot e kësa dite prap flasim shqip. Sot e kësa dite në gjithë botën valvitet flamuri shqiptare para 10 vjetëve, 20 vjetëve, kur ka marrë në fillim në Angli nuk e njihnin fare Shqipërinë njerëzit se kush ishte. Se kishin dëgjuar në njerëz si emër. Ndërkohë sot ngrejnë flamurin shqiptar dhe bëjnë flamurin lloj-lloj populli, lloj-lloj mileti. Kupton, kemi arritur do të them jo kemi arritur, po jemi rikthyer prap në atë dhe duhet të rikthehemi. Jemi duke u rikthyer më sakt. Atyre kohëve ku Shqipëria, ku Iliria ishte e lashtë dhe e njohur dhe e fuqishme dhe e civilizuar. Civilizimi ilir ka qenë nga civilizimet më të përparuara në gjithë botën. Duhet ta kemi shumë ne vim nga një popull shumë i civilizuar, ne nuk kemi kafsh, nuk është e vërtet. Ne kafsh si popull na kanë bërë luftrat, na ka bërë vuajtje, na ka bërë trauma. Ne jemi një popull shumë i civilizuar, me një civilizim tepër të lashtë, me një kulturë tepër të lashtë, dhe duhet jemi shumë krenar për të gjë. A mendoni dashur që ishte një pjesë e kulturës shqiptare, por gratë shqiptare janë arritur si burnesha gjatë gjithë jetës. Gjatë gjithë jetës me këtë kulturë, me fjalën e besës, ashtu siç jam rritur unë, ashtu i rritur edhe ti me fjalën e besës. Unë jam rritur me burra të besës, burra të fjalës. Dhe unë kam shumë problem ta jap fjalën dhe mos ta mbaj. Do me thënë, ajo nuk e di në kësa e mban mend atë teatrin me Konstantinin dhe fjalën që ngrihet nga varri për të mbajtur besën. Patjetër, si nuk e mbaj mend, çfarë thua? Mua, do me thënë, fjala dhën, ka dhën besën. Ka dhën besën, ka dhën fjalën. Kupton, u ngrit nga varri tjetri për të mbajtur besën e dhën. Dhe unë kam shumë merak këtë gjë dhe nuk e jap kohë. Pra, imagjinon në mënyrë figurative, e dashur që ta sqarojmë të lutem. Edhe në mënyrë praktike, jo edhe në mënyrë praktike. Unë jam njëri person autik, unë i marr gjërat literalisht. Unë nuk e jap fjalën nëse nuk jam 1.000.000% e sigurt që do e mbaj deri në fund. Që mos o zot kaloj diçka kështu para teje, mos o zot. Jo, se ngel fiks bëj fiksim me fjalën. Po bëj me fiksim edhe në vend tjetrin, a kupton? Është vërtet se ndihemi keq, po, është vërtet. Nëse do ndalemi pikërisht, nëse do ndalemi dashur lirë pikërisht te këto shprehje, unë do të kisha shumë dëshirë ti komentonim së bashku, pse jo do të kishim dëshirë të merrnim edhe ndonjë mesazh edhe ndonjë prej komentuesve, ndjekësve, sa po na ndjekin në këto momente, më ndihmo pak o lirë dashur. Unë kam 68 veta këtu tek live im, ti sa veta ke aty këty? Ja, aty po shkojnë. aty po shkojnë. Lirë, a do ndalemi pikërisht ku është besa është shpresa? Pse pikërisht ku është besa është shpresa? Se s'ka rrenë. Pra, jepet besa dhe beson që ka një shpresë për të ardhmen, si e komenton ti? Po jo, aty ku ti e besën ke shpresë, do e marrësh besën, do e marrësh premtimin. Rena Caku s'ta marrë drejt premtimin. Rena Caku nuk ka besë. Kështu që nuk mund të kesh shpresë ke Rena Caku. Vetëm te njeriu që i mban fjalët mund të kesh shpresë. Dhe një që rrej gjithë kohës nuk mund të marrësh as shpresë, as gjë fare. Edhe një gosh nuk mund ta varësh. Ka besë, s'ka fjalë. S'ka fjalë, është gënjeshtar. S'ka fjalë. Besa shqiptarit si purteka e arit. Si do e komentojmë? Diçka tepër e shenjtë. Purteka ari, vlerë të madhe. Është diçka, një metal shumë i vyeshëm dhe besa është si ajo purteka e mbrojtësia për floriri që nuk e shpon asgjë. Nëse jep besën, e ke të vdekur që të ndodhi. Do me thonë, një nivel tjetër premtimi, një nivel tjetër besnikrie, një nivel tjetër burrërie, si nga gratë dhe nga burrat. Fantastike. Unë të falenderoj shumë. Kjo tregon ashiqare e dashur lirë që kohë ke studiuar, unë po mundohem dhe nga njëherë dhe po ndihem edhe si në siklet që po të bëj kaq shumë pyetje, sepse më duket sikur po e lodh lirën non-stop në live, sepse kjo e tregon dashur miq fuqishëm që lira ka vite që e studion, ka vite që mundohet të marrë informacione të gjithë anshme. Pra studimet e lirës për sa i përket pikërisht të burneshave nuk është se kanë filluar as dje as pardje. Mund të kenë filluar për mua për studiuar diçka rreth një transmetimi, rreth një emisioni, rreth një të ftuari, ndërsa për lirën kanë vite. Kështu që lirë dashur, ke një projekt përveç filmi që do transmetohet pikërisht me datën 8 mars.
ke një projekt tjetër në lidhje me burrneshat? Ka diçka që mund ta zbulojmë, pra pa të vënë në siklet, ndonjë element Mendoj që ky është përgjithshëm. hapi i parë. Mendoj që ky është hapi i parë drejt burrnesha 2.0, 2.0. Unë me shumë dëshirë do kisha dashur të bëja një studim shkencor dhe do e realizoj këtë gjë, se çdo gjë që unë bëj në kokë realizohet. Absolutisht. Po do kisha me shumë dëshirë të dhe do dua të ftoj këtu në studio bashkë me ty disa burrnesha që u kam njohur këtu në Londër, disa Me vajza knaqësi më të madhe. Disa gra shqiptare për të cilat nuk e di, unë personalisht nuk kam fjalë të përshkruaj bururinë e tyre, fuqinë e tyre, forcën e tyre për t'ia dalë mban pavarësisht vështirësive të mëdha që ato kanë pasur. Dhe do kisha dëshirë t'i ftonim këto në seancat e ardhshme. Si fillim, unë dhe Graciela do bëjmë 4 javë bashkë bisedim dhe muajin e ardhshëm, do thënë në muajin e dytë, sezonin e dytë do e quaja unë, do kisha dëshirë të ftoja disa njerëz që vërtet kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare me ato çka ato kanë bërë, ato gra. Dhe Tjetër. projekte të tjera janë shumë, kupton se unë nuk bëj dot vetëm Suksese pafund. Vetëm po lexoja një mesazh e cila po shkruan ose i cili, nuk e di, gjithsesi e përshëndes, nuk ka problem fare. Kujdes Graciel kur flet për burrneshat, se burrneshat janë lesbike. Të lutem kujdes me termat zemër se jetojmë në Shkodër. as edhe Çfarë një përgjigje herë, do japim? as edhe një Do herë japim nuk i zonës përmend ose zotrisë. Zoti dhe zotria, para se të filloj të projektoj këto gjëra që kanë në kësul, mizën që kanë në kësul, të dëgjoj emisionin nga fillimi deri në fund, se nuk është përmendur as edhe një herë të vetëm fjala lesbike, dhe në të njëjtën kohë se fjala burrnesha. Kështu që nëse do të flasësh thjesht për të folur, shko fol në një live tjetër, kjo nuk është live për ty. Faleminderit. Faleminderit ti e dashur. Kalojmë tek diçka tjetër. Është një mesazh i cili është shkruar vetëm pak momente pak më parë dhe po më thotë, po shkruan këtu që është afekt shpirtëror, pra besa e dhënë. Kuptohet që nuk është vetëm absolutisht nuk është vetëm besë, vetëm gjest, vetëm mekanizëm, kuptohet që është psikologjik, është shpirtëror, është emocional gjithçka, patjetër. Besa është një kontratë shpirtërore. Do e komentojmë, a? Besoj që Besoj që beson edhe ti ashtu? Absolutisht. Absolutisht. Sepse nuk është thjesht një fjalë dhënë, nuk është thjesht një fjalë dhënë. Besa, në momentin që ti je besën dhe thuj besa bes, si i gjallë apo si i vdekur, ti nuk mundesh me e thuj këtë besë, kupton? Nuk është thjesht një premtim, kjo nuk është një premtim i thjesht. Nuk është gjest. Nuk është një gjest i thjesht, është një gjest tepër i rëndësishëm dhe tepër me vlerë, nuk mundesh me e dhënë besën aq kollaj. Po dyshim nuk e ke dhënë fare besën, s'ka qenë besë. Nëse ti del nga caka s'ka qenë besë, kupton? Nuk mundesh me e thy besën. Besa është besë, vlla. Po ndonjëherë mund të ngatrohen njerëzit, si e mendon ti? Po, shikon, nëse do ngatrosh, tu janë premtime të thyra, jo besa thyre, se besa nuk thyet. Besa shqiptare jo herë. Besa dhënë nuk thyet. Besa e shqiptarit nuk thyet. Pastaj nëse do e quash premtim, ti gjë ajo pastaj. Patjetër, do të kisha dëshirë lirë e dashur të ndaleshim në këto momente pikërisht në një tjetër moment, në një tjetër rubrikë që kemi përzgjedhur Enkas për të bërë pjesë e këtij live-i, Enkas tek besa e dhënë e disa grave legjendare. Pra, janë përmendur gra të shumta, patjetër, por ne pikërisht mund të përmendim disa raste të besës së dhënë nga këto burrnesha, pikërisht gjatë luftës dytë botërore. Nëse do ndalemi këtu, janë gra shqiptare që strehuan familje hebreje, duhet ta themi. Na pëlqen, s'na pëlqen, nuk ka rëndësi, historia është e tillë, ne duhet të bazohemi te historia. Shqipëria ishte i vendi ishte gjithmonë diçka pozitive. Të shpëtosh jetën e një njeriu, gjithmonë diçka pozitive. Sepse Shqipëria ishte i vetmi vend në Europë që strehoi pikërisht hebret në atë kohë. Pra, besa e dhënë nga një burrnesh, nga një grua, shpëtoi një familje, shpëtoi jetën e disa pjesëtarëve të asaj familjeje, kështu që ne duhet ta cekim me kujdes. Dhe një tjetër
nëse mu ta themi kështu, një tjetër grua, një tjetër burnesh, një tjetër figurë e rëndësishme është ajo që të përmendet ti pak më parë, pikërisht Nora Kelmendit. Është një tjetër, është legjend, është histori, është një figurë e fuqishme, femërore. A mund na thuash diçka më shumë për Norën e Kelmendit për ata që nuk e dinë? Çfarë do të themi? Ma thuaj. Historia e Norës Kelmendit, cila është? Unë për veten time, Deri i Besës. Ti më ndesh me fare, unë Norën e Kelmendit kam dëgjuar shumë, po historinë ama nuk e di. Ose e kam harruar. Deri i Besës. Unë nuk do të kisha dëshirë ta thoja tani në këtë momente, sepse kam dëshirë në këtë live të parë e dashur Lirë, ashtu siç që kemi diskutuar, kemi projektuar gjithçka tjetër, kam dëshirë që gjërat që thuan të jenë mirë të thëna, mirë të sistemuara, mirë gjetura. Unë e di që ti ke kohë që studion për këtë punë. Unë nuk kam studiuar. It's okay, s'ka problem. Unë kam studiuar gazetari, unë kam studiuar biznes. Sinqerisht, kjo ishte edhe për kuriozitetin tim, se edhe vetë duhet ta kisha kërkuar faktikisht para se ty janë në të live. Po, është vërtet edhe unë duhet ta kisha kërkuar, por nga që u pozicionuam në disa gjëra të tjera, dhe Norën e Kelmendit nuk e di pse e harruam. E prekim javë tjetër, s'ka problem. Kemi kohë. Norën e Kelmendit patjetër. Norën, mund të flasim për shumë gra tjera. Edhe për Shote Galicën, se e kemi premtuar që do e diskutojmë. Shote Galicën patjetër, dhe shumë gra të tjera që fatkeqësisht patën një fat të tmerrshëm, si gratë që u internuan në kohën e Enverit, që vdiqën nga torturat nëpër dhomat e ETS-së. Do i bisedojmë këto në pjesën e ardhshme. Por doja të preka edhe diçka tjetër. Gjatë kohës së Enverit, neve jemi rritur Graciel në mënyrë shumë thjeshtë. Kemi qenë një popull shumë i thjeshtë, kemi bërë një jetë thjeshtë, dhe ndoshta nga që ishim fëmijë, ishim plumtur, edhe nuk i dinim. Ajo buka zezë me ujë dhe me sheqer. Me vaj me sheqer, me ujë me sheqer, me domate me djathë në dorë, a kupton, me coptrangu në dorë. Një jetë tepër e thjeshtë, po besoj që thjeshtësia ka bukurinë e vet, ndonjëherë neve komplikojmë jetën pa dashur. Po tash ti mund ta komplikojmë ndoshta edhe me dashje. Po dhe me dashje dhe pa dashje, shiko, duhet jemi të hapur për ndryshime dhe të adaptohemi, se jeta të hedhet dhe pret, edhe fatkeqësisht neve na ka hedhur në emigrim. Fatkeqësisht. Për ju që jeni në Shqipëri, duhet ta kuptoni se sa me fat që jeni realisht, ju që jeni atje dhe jo ne që jemi këtu. Ne që punojmë 40 orë në javë, pastaj shkojmë dhe në fundjavë, bëjmë dhe 20 orë tjera, se nuk mjaftojnë 40 orë. Vetëm që të vinë 2 javë në Shqipëri të shohim juve, të nxjerrim atë mallin për cilin ato rrugët që jemi rritur me kothere buke, dhe juve akoma se kuptoni. Do emocionohemi Lirë tani. Shiko, dua që shqiptarët ta kuptojnë, ika nga Shqipëria nuk ka qenë kurrë zgjidhje, neve ka qenë diçka që kemi bërë nga halli. Asnjë shqiptar nuk ka ikur nga qefi. Kanë qenë të rradhata që kanë ikur nga qefi, gjithë nga halli. Për qefun rria në shtëpinë time, kuptoj, isha mbret në fshatin tim. Nuk vija të bëhesh askush këtu. Si është e shpreha e dashur, më mirë i pari katunit se i fundi i qytetit. Po, fiks, më mirë. Shumë më mirë biles. Sepse fundja fundit, guri i rënd është në vend vet. Absolutisht. Sa do që ta çajmë përpara në përbot, neve vlerën tonë vërtet ne e kuptojmë vetëm kur vim në Shqipëri. Është vërtet. Por Lirë, të lutem, më ndihmo pak i dashur, ne po ndihemi, besoj që nuk jam e vetmja, që jemi të huaj në vendi ku jetojmë, pikërisht në Londër, kjo s'diskutohet. Dhe ne do të mbetemi të tillë gjithmonë. Por fatkeqësia, ajo çka mua më kput shpirtin, është se për fatkeqësi timen, tënden dhe gjithë shqiptarëve anë mbar botës, kemi filluar të ndihemi të huaj edhe kur shkojmë në Shqipëri. Aty, për mua si Graciel, në opinionin tim personal, mendimi im absolutisht i pa ndikuar nga askush, aty të dhem shpirti, aty të mbyt emocioni, aty ndihesh e shkatruar fare. Pra që të ndihesh e huaj në qytetin tënd, në vendin tënd, kjo është e dhimbshme. Unë jam kthyer shpesh në Shqipëri. Patjetër. Në 2000, nuk e di sa ka qenë 2019, më duket
Unë të përgëzoj shumë. 2018-2019 jam kthyer dhe ka qenë mbas tërmetit. Dhe mbas tërmetit lagja ime është rinovuar komplet. Dhe I nga lagja ime e 2019-ës, po thua i 2019-ës, po? Po. I nëntorit. Okej. Lagja ime ka ndryshuar komplet, nuk ekziston më. Nuk kam as edhe një gjë nga çka pasur. Duke filluar nga shkolla, nga spitali, nga çerdhja, nga shkolla mesme, nga dyqani, nga furra bukus, më për as edhe një gjë dhe mapoja që ka qenë ikonike, ajo është e fundit do shembe tani. Për mua, do me thënë kam qarë jashtë shumë për këtë, jo se nuk isha e lumtur që u hoqën ato vjetërsia do ndërtojnë pallatet të reja, më bëhet qefi. Por për mua që nuk jetoj aty, unë tani nuk kam as edhe një kujtim të vetëm. Ato rrugicat e vjetra që unë i kam prekur me këmbë me duar, nuk janë më aty, se nuk ekzistojnë më fare, kupton? Dhe unë nuk e pita mirë të me thënë drejtën, sepse jo vetëm që na trajtojnë si të huaj kur vim aty, por këta harrojnë se çfarë dhimbje kemi neve në shpirt për këtë tokë që kemi lënë mbrapa. Njerëz dhe harrojnë. Pyetja e dashur sërish ndjes, lind pyetja, me qënë se qënë keni kaq keq në botën e huaj, pse nuk ktheheni në Shqipëri? S'mundem. Është kjo, rutinë kjo. Jo, kjo është zhargoni gjithmonë. Nuk mundemi. Literalisht nuk mundemi. Në radh parë nuk na prisni ju që jeni atje. Në radh parë ju jeni të parë që nuk na doni. Kthehemi. Jeni të parë ju që jeni aty. Ju jeni tu pa me ik për vete, kujtoni se është bukur kënej. Nuk është. Nuk është. S'ka për qenë asnjëherë. Ktu në vend tuaj të bësh sklavin. Nëse unë e kisha ndorën time, do isha kthyer para 20 vjetësh në Shqipëri. Do kisha lënë fare Shqipërinë, fare. Nuk është e vërtetë që ne s'duam të kthehemi, kjo është gënjeshtër, ne duam të kthehemi, po ne nuk na pret kush. Nuk na pret njeri, neve na dëbojnë prap, se ne jemi të huaj në vend të huaj dhe të huaj në vendin tonë. Neve shqiptari, emigrantë shqiptarë kanë ngelur pa dhe. E kam thënë dhe do e them gjithmonë, ne jemi të huaj këtu dhe të huaj atje. Dhe kjo është Cila mendon lire dashur mund të jetë një zgjidhje, një alternativë, një opsion. Sipas mendimit tënd, personal, nuk ka problem fare. Duhet pushohen nga puna gjithë deputetët shqiptar, që të gjithë, dhe të hynë në punë një forcë re politike. Që vërtet ato deputetët të lutem mos na i përmend, sepse politika shqiptare duhet të shkrihet nga fillimi deri në fund dhe të fillojë nga fillimi, dhe të rini nga fillimi, sepse janë të njëjtët komunistë që ishin kohën e Enverit, që kanë vrarë dhe kanë prerë, që kanë bërë tuesin, të njëjtët njerëz janë duke bërë demokratin sot. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi, harroje këtë. Të lutem lire dashur, na duhet parlamenti, si thua ti, na duhet parlamenti sepse kemi nevojë. Po jo me këta njerëz. Të lutem, na duhet parlamenti që të mësojmë pak të artikulojmë, që të mësojmë pak të lexojmë në foltore. Të lutem, na duhet parlamenti. Parlamenti me rrejt mëson, asnjë gjë tjetër. Kemi tani, na duhet parlamenti se na ngatrohen çik shifrat, matematika, kemi pak probleme me artikulimin, ndoshta me disa kështu morfologjizma, me disa sintaksa, apo aty këtu kemi pak probleme. Nuk dim të gënjejmë ta këtu me shku në parlament me u mësu. Bravo. Pra, ne foltorja e parlamentit na duhet. Kështu që të lutem mos na luaj parlamenti se na duhet. Jo, parlamenti ka të drejtë lira, pa diskutim që lira ka drejtë. Parlamenti duhet si strukturë, po këto politikanë nuk na duhen, se fatkeqësia e shqiptarëve kanë qenë gjithmonë politikanët që e kanë marrë dorë. Në ligjin shqiptar dashur nga Leka Zogu, nga gjithë. Në ligjin shqiptar dashur lirë ka ndonjë nen apo nën për burrnishat shqiptare? Përmendet diku ka një element diçka të vockël? Jo, kjo është literalisht traditë shqiptare që në kohën e Lek Dugagjinit. Të mbetet aty. Është. Okej. Nuk e kam parë në një të flitet ose të mbrohet në një mënyrë jo fare. As të drejtat e njerëzve nuk përfshihet si një grup minoren fare, nuk përmendet fare. Okej, dikush Iba po na pyet çka është tema moj. Moj e dashur Ib. Ja tani na ndiq live. Ne edhe pak do e mbyllim. Që ku i kemi aty ja këtu. Ja shiko. Sa bukur e kemi bër, besa o burnesh. Nuk besoj se do e kishim gjetur më bukur se kaq, pavarësisht se na erdhe në mendje me vjetra
tituj nga më të ndryshëm, por unë falenderoj ty në këtë live e dashur që i vure pikën mi, pikërisht Besa Bes Burnesh është gjëja më e thjeshtë, më e goditur, më e pastër, më e mirë, më e bukur që mund ta transmetonim në këtë puntat të parë, por jo vetëm. Mirë dashur lirë, ku do ndalemi tani? Unë tani mia ti kam kryer. Laptopin tani do e mbyll. Ashtu dhe laptopi Unë mendoj që ta lëm këtu për sot bisedën, nëse ka ndonjë pyetje nga publiku, mund të përgjigjemi ndonjë pyetje. Do më ndihmosh ti me pyetje të lutem e dashur, do më ndihmosh pak? Patjetër. Faleminderit. Javën tjetër të mërkurën prapë në orën 10 do vim prapë dhe do flasim për një temë tjetër. Nuk e kemi vendosur akoma temën, do e bisedojmë me Gracielën. I kemi me listë temat, me listë. Me listë janë shumë, prandaj do përzgjedhim. Cilën do përzgjedhim, e kemi pak të vështirë të përzgjedhim, themi drejtën dashur miq, por që ne do përpiqemi në maksimumin ton, as bëhet fjalë fare, për të përzgjedhur atë më interesanten, edhe atë çka edhe ju duhet, edhe juve, edhe ne na ndihmon në një mënyrë që të shprehemi. Pse zgjodhet pikërisht sot me fol për burneshat? Kur ajo temë është dash me kohë me u fol. Po s'ka gjë e dashur më mirë vonë se fare. Sot i mbaron studimet për burneshat. Ja, i kemi kryer studimet sot edhe dolim sot në live. E s'mund me fol kur nuk digjon, a kupton, duhet me shku me mësu i herë, pastaj marr me fol. E ka fjalin për mua, sepse studimet e veta për burneshat i ka kryer me kohë. Për të dyja bashkë, si unë dhe ti. Do përpiqemi sepse janë tema të bukura, aq interesante, por njëkohësisht dashur miq unë e theksoj dhe kam dëshirë ta them, janë edhe delikate, kështu që duhet jemi të kujdesshëm në statistika, në citate, në gjithçka tjetër. Mirë, ha tani do na lexosh shpejt përmbytje dashur, më ndihmo të lutem. Nuk e di, ka ndonjë pyetje nga audienca, e di që keni bërë pyetje më parë, më falni që nuk ja kam varur sepse doja t'i qëndroja emisionit dhe doja ta ndërprisja flow-in e emisionit. Astra, çfarë pyetje ke zemër? Ma thuaj. Dikush e dashur po më shkruan, më ndihmo pak e dashur lirë, po më shkruan për vajzat e dhënuara. Absolutisht që do ta diskutojmë shumë shpejt. Patjetër, Adri. Absolutisht. A është Graciela, thot Astra, a ishte zgjedhje të ishte burnesh apo sakrificë? Unë mendoj që është të dyja. Të dyja, disa herë ka qenë, në disa vende ka qenë zgjedhje, disa vende ka qenë sakrificë. Disa gra kanë pasur lirinë të zgjedhjes, disa se kanë pasur fare. Se kanë pasur fare. As nuk ja ka marrë kush në konsiderat mendimin e tyre apo përgjigjen apo as gjë hiç. Një panel më të zgjeruar. Si ishte pyetja, më fal? Më falë se unë fola njëkohësisht me ty, të kërkoj ndjes. A do t'i bëni temat e ardhshme me panel më të zgjeruar? Po, lira në shpreh. Po. Siç e thash më përpara, 4 javët e para do bëjmë bashkëbisedim unë dhe Graciela për të bërë një introduksion, një paraqitje të emisionit dhe çfarë do mbuloj dhe në muajin e ardhshëm, në 4 javët e ardhshme, mbas tyre do kemi të ftuar burnesha, dhe shpresoj të kemi nga ato, nuk e di, do mundem të gjejmë ndonjë burnesh të betuar, është tepër e vështirë, për ta gjetur një burnesh të betuar, unë do mundohem. Gjithsesi nuk e premtoj këtë gjë, por njoh shumë burnesha që kanë lënë gjurmë në historinë shqiptare dhe duhet me patjetër që ne ti dëgjojmë historinë, të paktën minimumi. Edhe emocionin, edhe informacionin, gjithçka që përcjell nga një person i jetuar është ndryshe, kuptohet, natyrshëm. Është më se normale. Është vërtet lirë e dashur që kemi patur disa komente në fillim, edhe unë dua ashtu si ti kërkoj ndjesë të gjithë ndjekësve, por është vërtet ajo që tha Lira që nëse rrinë shiko aty komentet sa në një moment të caktuar edhe mund të ikën përqendrimi pikërisht aty ku duhet jetë. Por që tani edhe do i lexojmë ndonjëherë përqendrimin. Do kisha dashur t'i thoshit gjithë në fund, t'i ruajnë për në fund, që në fund është ai momenti që neve mund të drejtohemi. Asa më thot Lira, mendon se jemi më të vërtetë tani apo asaj kohe. Mendoj që ne kemi më shumë liri veprimi tani.
asaj kohe kanë qenë më të forta gratë mendoj unë, kanë pasur jetën më të vështirë. Unë shikoj nënën time, ka pasur jetën shumë më të vështirë se timen. Gruaja është vetë sakrifikuar gjithë jetën. Literalisht ka rrojtur për të tjerët, s'ka rrojtur një ditë për vete. Kupton? Për vete po jeton vetëm tani. Po tani është plak, ç'i duhet? O, po na mbyllet më duket edhe 4 minuta nëse nuk gaboj Lirë Dashur apo jam gabim unë. Më ndihmo pak të lutem. Nuk ka problem, por them që ta mbyllim këtu me kaq për sot dhe Mirë, okay. Mendoj që ta vazhdojmë prapë javës tjetër. Me kënaqësi. Ishte shumë kënaqësi, u kënaqa jashtë shumë faleminderit Graciel. Dhe faleminderit që më nxore nga gazetarja e televizionit vetëm, edhe e radios vetëm, edhe e medias së shkruar. Tani do dalim edhe çik tek media sociale. Unë nuk jam shumë partizane e media sociale, por që për punë do e përdorim edhe besoj që do kënaqemi edhe në puntatat e ardhshme. Falenderim i veçantë për gjithë ndjekësit, për gjithë pranishmit, por një falenderim shumë i veçantë për ty Lirë Dashur. Faleminderit Graciel. Faleminderit, bravo për çka bën në përgjithësi. Të gjithë ndjekësit mi të falenderojnë që zgjodhe mua ta bësh këtë emision. Faleminderit që erdhe dhe na ndihmove. Dhe faleminderit për entuziazmin dhe për buzëqeshjen tënde gjithmonë sa që kemi bërë intervistë bashkë, një gjithë pa parë. Mundohemi. Dhe mezi presh për puntatën e ardhshme. Na ndiqni të mërkurën që vjen në orën 10 në orën e Anglisë dhe 11 në orën e Shqipërisë dhe të Europës. Shumë faleminderit. Faleminderit. Besoj që t'jeni kënaqur sot. Faleminderit gjithëve. Natën e mirë, natën e dashur. Faleminderit. Natën e mirë.